Analisti politik Ron Gjinovci ka bërë një reagim për të gjithë ata që po thonë se kryeministri i dorëhequr nuk ka më kompetenca për ta drejtuar shtetin. Ai përdori një shembull hipotetik por shumë konkret, pra situata e ngjashme me atë të Banjskës, për të theksuar rëndësinë e prezencës dhe kompetencave të kryeministrit në rast emergjence për vendin. Përmes kësaj skene Gjinovci po ironizon opozitën që mbase nuk e kuptojnë ose e injorojnë rëndësinë institucionale të rolit të kryeministrit. Gjinovci i quan të padijshëm që sipas tij flasin pa e kuptuar sistemin ose po bëjnë komente të papërgjegjshme në një kontekst shumë serioz për Kosovën. Kryeministri merr çdo ditë raporte sigurisë nga AKI-ja dhe institucionet e tjera të sigurisë. Kjo bëhet me qëllim të ruajtjes së sigurisë kombëtare. Arsyeja pse kryeministri dhe presidentja i pranojnë këto raporte është se këta kanë kompetenca me marr masa nëse diçka nuk shkon. Imagjinoj një ditë kur AKI-ja e zbulon një grup si ai i Banjskës dhe kur vjen drejtori i AKI-s te dera e kryeministrit për me kërku nga kryeministri dhe ministri i punëve të brendshme me marrë vendim për fillimin e operacionit mbrojtës, ata policët aty me i thanë, jo valla, kryeministri ka dhënë dorëheqjen, s'vjen mo këtu në zyrë, të padijshëm, shkruan Gjinovci në rrjetet sociale.